Me pas gjyshen ëndër, vjen. Si shpijen agje pelin, agje janë, para një javë e kalu, apet pelin, si shpita me diçka gruja ka shku te misht, mu merë dhe ndo që shok me mpa, kurse gjyshe ka dek, u qu, gjyshe atin, ka dek u qu, edhe tha, pse jeni bledh gjithë atin rreth meje. Hajë zotë, po. Pa e është shtrata e, që shta gjithë. Ta shka upe dhe veti. Ku të mlagroni tash? Kush rrej tash me ta? Ha? Kush rrej me ta tash? As kushiq. Bab gjyshi jam, dy punëtore kena pas, dy femra, familjare, gjyshi jam u kujdes, tash as kushiq. Unë e kum la do njerë kur kum pas mundësi, a kupton kur kum qenë Kosovë, gjyshi jam kurës muj ke mu më thirë kenatën ditën, kupton, se vetëm edhe plus ka pas numër tem Kosovës përmenq, interesante. Tash ku më thirin edhe për ato, të garantoj. Një farë dijen e kam. Një dije kuptoj. Po. Ama qëfar organizimi Allah dhe koftë familjes. Më thënë, ora 1 natës, ka dek gjyshi. Jam bledh tanë. Kur i pashun e krejt ishin aty, krejt, për pas vlau tem. Do shta... Aty mëra kanë, po kështë ka pas një punë ndorë, në i sen, në i Po, vrat. dhe po, organizim, krejt i kum pa. Me ndoj, nuk kum pas kontakt, nuk kum pas drejt, ama mi pa i kum pa krejt. Djalin tem, edhe agjen tem, do shta ka qenë organizim t'i shka. Ama shumë miqë të Prishtinës, kum pa, adin... Flajt aty ajo. Kate, po. Budal. Tamon budal. Me prish vetë. Unë një 2 herë më zosha me gruja, flesha divan. Edhe ku këta gruja ime, të përna për lami, e na qift normal që keq kuptohemi. Pse me flajti këtu? Hajde ne, të dhoma. Shumë palidi dhe më tonë. Gjina, aty prishet njerë aty. Allah, s'kam qaj bëj që 2 herë e kom morë. Për zotë. Për zotë. Kish ku? Edhe unë e kom pullu, e ki pa? Unë e kom morë 2 herë e kom qupë. E kom pullu, e ki pa? Nartë kemë në gjesë, që na. Qëtë dytë, e anë, po? Këtë për më duke si gjumo. Shko që e prej gjumë? Mos më thotë të shabe. Po që ka me thonë, bro? Alba.